Më kujtohet e kum pas lexuar një thonjë mos kofsha gabim me Hasan al-Basriut. Ku thot nëse njeriu nuk përpjeket për ta shtuar imanin, është i destinuar me met pa ta hiç. Do të thonë në Islam nuk ka me çit në lart. Në atë moment kur ti nalesh e nuk je të hec për me forcu imanin, në atë moment ti je të shkuar në minus. S'ka vota me majt. Ka do të thënë neutral. Ja, s'ka neutral. A di pse? Iblisi, a ka neutralitet ai? S'ka neutralitet. Ai është betuar. Ai veç rrim prit, sukur ujke. Me gjetë atë momentin, a voton edhe me të sulmu. Për këtë do me thonë, s'ka me qitë në lërë. Tek muslimon. Në atë moment kur ti mundosh me qitë në lërë, vjen shejtani. Sulmon. Ai kur të sulmon, ty pastaj të bëhet mazor. Ma vështirë me i bon hapat drejt Allahut azza wa jall. Me thonë, përpjekja për përmirësim është një betej e insanit që kur nuk dohet mu pauzu. Kur. Ajo çdo herë do të më konë aktive. Edhe përmirësimi i insanit normal, pik numër 1, vjen me dije. Pa dije, s'mundesh me ndryshu. Dija është numër 1. Për shkak se morali në Islam nuk është çështje çka bëhet çysh dojmë ne. Po ajo do të më bëhe ashtu çysh ka desht Allahu azza wa jall. Që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pse se atëherë ajo është ibadet për ne. Por ndryshe nëse bëjmë diçka, ajo është e refuzuar edhe me, do të thonë, kemetën me lodhjen tonë pa shpërblim. E tash adhurimi nuk ka vetëm namaz, adhurimi më i madh unë mendoj për vete është akhlaq. Kur njeri e ka e ndreq akhlaqin në gjithë jetën e tij, e ndreq ashtu siç don Allah që një musliman mos. Këtë ajo është. Pastaj këtë jeta është ndodhet në avërë. Ai kur bie nuk mund të merr rahat, pa e bën në atë mënyrë që ka bën pejgamberi. Kur të çohet, pa çashtu shka bën pejgamberi. Domethënë se ti çdo herë e shndron jetën tonë, çdo që e ndryshon mënyrën se si flet, fjalë që i zgjedh. Për çfarë arsye vetëm me kënaqë Allahun që të jesh sa më afër atij kulminacionit të akhlaqit. Këtë jeta jote është ndrohet në ibadet. Këtë jeta është ndrohet në ibadet. Gjumin çka e bën, edhe gjumi të bëhet ibadet. S'ka gjë më të mirë se sa akhlaqi. Për shkak se i gjithë feja drejton çka me përmirësim. Vallë edhe birbile. Në momentin luft, në momente ku kërset, në momente ku zjarri kallet, edhe në ato raste, Allah azza wa jall ka kërku prej neve që t'jem vetë përmbajtun, me pas përmbajtjen njëri, mu rujten, mos mi shkel kufit e Allah. Edhe në ato raste. Kjo çështje është njëjtë, më thos stërvitja. Njëri duhet me bëj stërvitje me vetvete. Edhe normal që ti në fillim nuk ke me mujta, se i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam është një hadith ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kush hin mundje me fejen e Allahit, ka me hub. Tani i them pelivan. Kush bën pelivan? Nëse ti mundosh me bëj pelivan me fejen e Allahit, ti ke me hub. S'mundesh me bëj ta ke fejen e Allahit. Pse se njëri duhet me u stërvit. Sukoni njëri që nuk ka i stërvitën, ja im tek atina sot ka me dalë me vrakue, ka me bënë 20 km, po ti s'mundesh marrë si ti bësh 500 metra, 1 kilometër pa i mrije, doke që ka me dalë zor për trupit. E le e mua, po të mi bënë 20 km, s'mundesh. Ajo që është i graduale. Dush me fillu me atë takat që ka i kije për momentin, pastaj kur ta arrish një gjë tjetër, çtohet takat. Pastaj halo e ngarkon vetin pak më shumë. Pak më shumë. Në kjo është udhëtim që ka s'përfundon deri sa ta dhash shprimën e fundit. E nëse njeriu lidhet kështu me fenë e Allahut, atëherë je lidh drejt për drejtë me Allahun, nuk je lidh me njerëz, nuk je lidh me dikan. E kjo është ajo që ka synohet. Nuk ban njeriu mu lidhen për një hoxh. Nuk ban njeriu mu lidh për një dietar. Nuk ban njeriu mu lidh për çdo. Pse se kërkush nuk është i pagabush e i patmeta. I vetmi Allah azza wa jalla i patmeta. Pejgamberi sa na ka mësuar që na mi respektue hoxhallat, dietar. Pse? Se ato janë trashëgimtarët e pejgamberëve.
Pse gjithë ki respekt? Për shkak se ata që ka ti e merr prej atyre, është çështja më e vlefshme që mund ta marrësh në këtë dunjë. Aja pasaporta faktikisht, apo tiketa për në xhenet. Mirë po, aja nuk ban mu bo qorazi. Se nëse njeriu kapet për Allahun azza wa xal, kështu me fenë Allahut, non stop në lidhje me Allah. Non stop është në lidhje me Allah. S'ka lidhje më të bukur se sa njeriu më kon çdo herë i lidh me Allahun azza wa xal. S'ka. Se në këtë dunjë këtë laj. Ka mundësi gruaja të des. Fëmija martohen, largohen. Me kanë metën. Me Rabbul Alamin. Allahun çdo herë ki me vetë. Mirë po për më konë Allah me ty, ti dush me kriju që të lidhe. Kjo lidhe nuk vje vetë veti. Ajo që ka të ka ardhën prej Allahit, hedija ma e madhe që njëri e men këtë dunjo, është që Allahit ta ka dhonë udhëzim. Kjo është hedija. Kjo nuk është që ti e ke zgjedhë. Allah, ja, këta Allahit ka zgjedhën prej kejt 10 miliard njerëz sa janë këtë dunjo për momentin Allahu alem. Allahu të ka zgjedhë ti në mesin e të gjithë që atyre njerëzve me ta dhonë hidajeti. Kjo është dhuratë. Mirë po, dhurata nëse nuk ja di kimetin kësaj dhurate, më thonë ka edhe 10 miliard tjerë ku kjo dhuratë mund të mi kaluar me shku dikuj tjetër. Nuk i bëhet vonë Allah ta zogjet. Pse? Na jena rob të Allah, krijesa e Allah. Sikur ti nëse i e xhamxhi, i nërreq, bardak, gota, filxhana, koj dishka, ti prej xhamit i marrën atë, ti e ke nërreq. Në teket, në dik, për plas për zi, spira svira, 100 spira. Me të thonë bardaket ti, shka më bani pa drejtësi, për shfa pa drejtësi, po unë i kom botë. Raporti jonë me Allahun azza wa xal, kështu, ku guxojnë ana në herë mi thonë Allah çik. Na ke bo pa drejtë. Allah azza wa xal s'ban pa drejtësi. Për shkak të më thonë mja ditë kimetin Allahut azza wa xal, që na e ka dhënë këtë dhuratë të madhe, e çush i tregohet kjo, më thonë kjo është sjellja jonë me Allah. Akhlaki me Allahun çtu he. Allahi ti tregon që je falendërues ndaj Allahut kur ti çdo herë je në kërkim me shtu dijen për Allahun. Pse? Që të mushtja kthesh Allahut me atë sjellje që Allahu do me patë na. E kur ti çdo herë je me këtë përpjekje, ti çdo herë je i lidh me Allah. E kur je i lidh me Allah, e ki këtë lidhje të mirë, s'ki vakti më mirë me galet e njerëzve. S'ki vakti më mirën ti me gipet. S'ki vakti më mirë ti me problemet e hallkit. Ai boni kështu, ai boni kështu, ai e bleti këta, ki e boni këta, ai shkoi atje jo këta. Por shka be, jeta e tij, unë kam jetën time. Unë kam lidhjen time me Allahin. Me që ata që ma ka dhonë Allah, me që ata po mundohen apo të me nëreshën raportin tem me Allah. Aqë sa e kam, qatë mundësi. Dhe me thonë, rrjetet sociale e kam bua këtë sherën e madhë tek njerëzit, ku i ka nëzit njerëzit, mu koncentrue në t'jashtëmën, ma shumë se sa brendshme. Edhe si rezultat e shef, egocentrizmi është në hava. Njerëzit, të gjithë njerëzit janë bo egoista. Veç unë. Se cili person e ka qitë vetë vetën në qenë dhe të dunjohës. Dhe këtë dunjohën ndojnë me silën rrëth vetë vetës të. Po nuk ka është, subhanallah. Ta atër bon është i adhurusi vetë vetës.